o Zot, ti je falës dhe e do faljen, andaj më fal mua. O ju që e keni tepru në mëkate, o ju që keni bërë ndonjë mëkat, ajeti më prekës në Kur'an, ajeti më shpresdhënës, ajeti më inspirues për jetën e me tutjesh. Ky ajet në fakt sa herë që njeriu e lexon, biron zemrën e besimtarit në shumë aspekte. Besimtari është njeri që i ruhet mëkateve, edhe pse ky ajet flet për mëkate dhe faljen e tyre, kur e kupton madhështinë e mëshirës së Allahut xhalla xhelaluhu, në vetvete futet dashuria edhe më e madhe për këtë krijues, me këto atribute, me këto vlera, me këto cilësi kaq të larta dhe me këta emra kaq të bukur. O ju që e keni tepru në mëkate, o ju që keni bërë ndonjë mëkat, 1, 2, 3 dhe mbaroj. Ju që ndoshta keni mendu se bota ka marrë fund. Plot ka njerëz të tillë që ju duket se janë më kriminalet e mundshëm në botë dhe edhe nëse një ditë çdo populli mbushen mend dhe janë në gjendje që t'i thrasin ndërgjegjës, t'i kthehen njerëzorës, të kthehen me botën normale, të njerëzve, të shtazve, të planeteve, dhe të lundrojnë në anijen e duhur nuk ka ballafaqime dhe nuk ka fundosje. Megjithatë këtyre ju dalin mëkatet e tyre para vetes dhe ja vështirëson shejtani atë rrugë sikur ju duket që e pati e juaja. Sa njerëz na thonë duhet të vinë në xhami, por e pati. 70 vite isha në kafene, isha në vendet të alkoolit, isha në vendet të bigjozit, isha në vende ku nuk duhej të isha dhe harrojnë që Zoti i tyre me precizitetin e krijimit në gjithçka. Zoti i tyre që ishte i urtë në gjithçka, ai kishte edhe disa atribute të tjera, që janë atributet e faljes. Madje në këtë net që ne e përsërisim atë lutjen e famshme, o Zot, ti je falës dhe e do faljen, andaj më fal mua. Allahu e dën aq shumë faljen sa që është përshkruar në këtë mënyrë, nëse ne do të ishim të gjithë njerëzit të pagabueshëm, do të krijonte një popull që gabon, e që pendohet e që ai t'i fal, aq shumë e do faljen. Pra, është në gjendje të themi kësaj, edhe të mos jetë bota perfekte, vetëm e vetëm të ketë nga gabimtarët që kërkojnë falje Allahut ta promovoj faljen. Ky ajet në fakt më fal mëkatarët, edhe hoxhallarët. Mos ishte ky ajet nuk kushkucon t'jam sy i kësaj. Allahu sikur e ka zbrit dhe ka thënë në mënyrë të qartë, sa që është kushtimisht ka qenë e mundshme që hoxhallarët, dietarët ta zbusnin këtë ajet. O ju që keni gabuar, jo, o ju që e keni tepruar në mëkate. O ju që mendoni se mëkatet e juaja dhe oqeanet nuk krahasohen. Ma shumë ka mëkate që ju i keni prodhuar se që ka ujë toka. Më shumë mendoni se ju jeni të rënd me mëkatet e juaja se sa që rëndën toka dhe qej, dhe kësaj mendojnë që ka t'jam sy unë tashme. Allah thot, për këtë kategori, la taqnatu min rahmetillah. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Pra, me siguri i fal të gjitha gjunahet Allahut. Sepse inna Allah yaghfiru dhunube jami'an. Allahu nuk ka lloj të mëkatit që nuk është në gjendje ta falë. Duke ditë se mëkati më i madh në fytyrën e tokës dhe më i padurueshëm për Allahun është t'i bëhet shirk atij. Të pretendohet se edhe dielli është Zot. Të pretendohet se edhe hëna është Zot. Edhe mos flasim krijesa tjera se edhe filani ose fisteku, se edhe filan imperatori ose filan mbreti ose filan monarku, edhe ai mund të jetë një farë zoti. Edhe faraoni i kohës së tij ose i çfarëdo kohë, ai mund të jetë zoti.
Pra, këtë Allahu në ahiret, po të shkoj njeriu me këtë bindje, këtë nuk e falë. Ndërkaq edhe këtë e falë kur njeriu, sigur e themi 5 në 12 i bjen ndërmend që eventualisht mund të pendohen në momentet e fundit. Në momentet e fundit. Në çdo ditë të Ramazanit ka listë të re të amnestuarve. 30 net janë që amnestohesh dhe jo prej burgjeve, prej zjarrit, prej xhehenemit. Këto janë pazare jashtëzakonisht interesante, kjo falje e madhe. Dhe shumë beneficionet të tjera që Ramazani është shansi më i mirë. Për këtë edhe me zemër të plasur, i dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha Xhibrilit, tha, në rregull, okej, amin. Çka i mirë është ai që e arriti Ramazanin dhe nuk e fitoi faljen. Për shkak të shansës madhe që ka. Tepër e madhe, nëse edhe këtu ti nuk fiton. Përkundër që mëshirë për barë botët ishte dërguar, tha, amin, s'di çfarë të them tjetër.